kjo protestë është e vazhdueshme, është një segment që është shumë i dëmtuar, nuk mirëmbahet. Problemi kryesor është tek asfalti, tek gropa që janë bërë, dimrit janë pakalueshme sepse mbushen me shi, dëmtohen makinat. Është një rrugë që lidh shkollën me pjesën tjetër të fshatit dhe është një problem jashtëzakonisht i madh për banorët. Natën është e paçuar, nuk ka trotuar, pra aty ku ecin kamionat, ku ecin veturat, ecin edhe fëmijët edhe biçikletat, është problem serioz. Është një rrugë që shërben disa fshatrave për të lidhur me qytetin e Laçit dhe me daljen në autostradën. Ka një nevojë emergjente për të ndërhyrë, për të pastruar kallamat, ferrat, mbeturinat, për të tashtruar me asfalt, për ta ndriçuar dhe për ta pajisur edhe me një trotuar, me qenë se këtu është shkolla, më poshtë qendra shëndetësore. Janë shumë mjete të tonazhit të lartë të cilat punojnë duke nxjerrë inerte nga dumi mat. Ato kanë ndikuar që të prishet, por gjithsesi mungesa e mirëmbajtjes ka bërë që rrugat shkojnë në këtë situatë. Kemi një thirrje për pushtetin vendor, ke referuar edhe faktit se një herë 4 vjet ato vinë për të kërkuar vota. Unë uroj që ato të vinë, shikojnë situatën realisht edhe të ndërhyjnë. Shpresoj që ato të kenë një plan rinovimi, restaurimi dhe mirëmbajtje në kohë të rrugës. Nuk jemi kundra shfrytëzimit të inerteve, edhe rrugat të mirëmbahet, edhe punimet të jenë të kontrolluara, edhe oraret të respektohen, pluhuri të mbahet në kontroll, asfalti të jetë cilësor, të ketë ndriçim, të ketë pse jo dhe ambiente sportive për fëmijët, për të rinjt. Ta bëjmë një komunitet të jetueshëm në mënyrë optimale, në mënyrë njerëzore, siç është në çdo qytet tjetër.